o zënjusha Tring. Kapiten Grem që pranon humbje. Nesër do largohem nga ishulli e s'do kthehem më kurrë. O, sa më gëzove, do të shkoj të them të tjerëve. Prandaj desha të takoja e dashura ime, që t'i thoni Piterit që nuk i mbaj mëri. Pani ka shumë faj, sigurisht. Fakti që solli Wendy në ishull, që shumë gjë e shumtuar. Qarkullojnë fjalë lart e poshtë që ajo është futur në mesteje e Piterit. Që janë këto? Lot? Pra qënka e vërtet? Smi! Shiko si sillet ky burr me shoqen e tij. I merr vitet më të bukura të jetës dhe pastaj i hedh tutje si një dorazh e vjetër. A nuk është turp, zotëri? Por le të mos e gjykojmë Piterin kaq ashpër e dashur. Fajin e ka ajo Wendy. Zoti Smi, ne duhet ta shpëtojmë djalin nga vetvetja. Por si? Kemi kaq pak kohë. Ne nesër do nisemi. E gjeta Smi! Do marrim edhe Wendyn. Do marrim dhe Wendyn, kapitan? Do e marrim me vete në det. Dhe kështu Piteri do të harroj atë. Eja Smi, duhet të shkojmë me njëherë të rrethojmë shtëpinë e Piterit. Por, kapitan, ne nuk e dim ku jeton Peter Pani. O, zot, ke të drejtë, Smi. Çfarë the e dashur? Ti mu na tregosh rrugën? Nuk më shkoj fare në mendje. Mbaj shënim, Smi. Sigur do, kapitan. Fillon nga pika e këmbës së drurit. 40 hapa në perëndim të shkëmbit të verbrit. Shkëmbi të verbrit. Po. Kërce, kalo, kërce përmes gjirit krokodilit dhe pastaj nga veriu në verilindje. 1, 2, 3. Hapra! Tundi këmbët. Vazhdo e dashur. Nuk duhet i bëj keq Piterit? Zonj, Kapiten Grem që jep fjalën e tij që s'do e prek me gisht apo me ganxh Peter Panin. Pema e të varurit. Aty na qenë nga hyrja për në vendin sekret. Faleminderit e dashur, na ndihmove vërtet shumë. Kryetari i madh Shqiponja fluturuese përshëndet luftëtarët. Hau! Kryetari.